do se tu është s'ka perspektivë. Ku me punu bre? Nuk ka punë për ketë. Po shakime parashit dhe vallata, ketë janë shku. Karsheva i ka numru dikun 300 shtëpi. Të shtëpia tjona pet, ama të banushme se dhja dalin një 210. Apo, ka nikë dhe më thonë edhe kënej. Qëshjo, A jenë dalë në qytet po me nënë, apo... Jo, po edhe në qytet. Në dy vllazën të mi janë dalë në qytet. Ama njënit vlla janë 3 jashtë, njënit janë 4 jashtë, tmit janë 3 jashtë, trabitit janë 1 jashtë. Se që nuk ka shtëpi që si ka minimumin ka 2. E pse ndodhi kjo me ikë bre? Pse po ndodhë në faktë? Se... Po ndodhë se tu është s'ka perspektivë. Ku me punu bre? Nuk ka punë për ketë. Sidomos rinia ki fjallën. Rinia, jo. Se që qenë s'ka kushoni... E ti që është mbjetove këtu? Pse nejtë e ti? E une kur kom mbjetu, për të kalzoj, e disa. Broki ka dalë rrugë edhe 2.000 euro, 3.000 euro. Ku për nuk qëllë s'ka në zimë. Apo, a? E tash? Tash pensioner? Ja, tash bilas që du me nisa punë me punu. Jo vë sot mund është me hy me dalë mirë është për ty. A di që me hyme dhe tu, une me mujtë me hado. Po këtuna për këtën të thirën, hajde, një krya më së pagun kur gjo, falem mirë. Jo, ma mirë thënë s'ko. Jo për falë shpis tem janë reqi. Po ishallah, po më nështë ta bëhet ma mirë, po. So, komuna ka bo heq për këtë vend? Ka ndreq, uj kanalizim? Ti tash po e dishe këtë farë pjesën, po komuna ka ndërmarë. Ujnë kanalizimin kemi ndreq, në ka një mu diçka, më të kemi veç edhe gjithë tepër. A ujqelësin e kemi, Karsheva poshtër e kanë që 10 vjetë. Po, a? Po, na e kemi ndreqën vjetë, mirë po, e kanë ndërprej kontratën me Qelkirani tash. E ujtë pjesë, a keni? Po më nej bjeshtë ke keni ofër jo? Po, kemi ujtë pjesë, për shumë, nashta nuk kemi nevoja diri këtu për mos me pas ujtë pjesë. Po. Amo, kur ujtë tjelë si ma mirë. Ja, po, qëshja, pa tjetër. Qëre, e përshë pishat naltë. Aha. E përbi pishat, që ti që përdo këtë një farbore, dushkët të najbura shpuni. Po. Që ti është rezervar i usjelësit. Po. Cilat janë shtriket, tash kamerë të vesh me gjetë ujnë. E me gjetë ujnë, ku me gjetë ujnë se? Në Kranedjellë në altë. Aha. A diko Kranedjellë? Kush? Kranedjellë, a diko është? Ja. Qëre, që tu? Ty atë në altë. Atë në altë është, i ka dikun 2 kilometra të i me dalë në altë. E në malështi është, bashkë malështi. Po. A mu kështu vend shumë i pasur me natyrë, bacë? Po që shka pas kalzoj? Që tu, më konë në kushit mu të më shknive, e me arë që tu për dy... Që one? Ja, se nuk po, shashmina për moshën tonde. Po, që janë smut, me arë që tu për 2 javë ditë më shknit i bënë si të kalit. E ti? A të bënë hajrë? Po që në shka kalzoj, se une, gëtë javë disje, në 2019, i më konë të gjalli, aty më karokin frakti. Ma ka put majnë e zemër strak. E të në për pak, më gutë që në mullet e spitali. Kur jam ashtu, si jam ashtu, mos kom pas problem kur. Kur shkoj në Gilan, se në Gilan do me shku, ose në Kamenic. Si të shkoj atje, veç do të me bo shpet e shpet, mi bo pazare që i kom edhe mikë, se më shtështohet frimarja. Apo, e pse shërbimet i bëni në Gjilan jo, se Kamenica? Ambulancë nuk keni këtu? Ja, kemi pas për e kanë mbyllur, nuk e di për shpar. Ashtu e kanë mbyllur, e kemi tash ambulantën këtu në Rrugushicë. Po. Po, e të nëse ata që janë për ndihma shpejt, tash ndihma është aty që në Gjelani, që në Prishtinë. Po, shkolla keni edhe një pyetje? Shkolla që tu. A ka ishë në zëndës? Një 70. Bëllë pak.